Kryeministri Sali Berisha zgjodhi Universitetin Fanoli në Korçë për të uruar studentët në mbar vendin për vitin e ri akademik, duke theksuar se arsimi mbetet në krye të listës së prioriteteve të qeverisë dhe një nga sfidat më të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Kryeministri vuri theksi në arritjet e 5 viteve të fundit. Ai nënvizoi faktin se në këto vite qeveria ja doli të vendosë në shinat e zhvillimit sistemin arsimor dhe të trefishoi numrin e studentëve në universitetet shqiptare. Në 5 vite që shkuan, ne mbi dyfishuam rrogat e mësuesve, shtrim internetin në çdo shkollë, rinërtuam dhe ndërtuam mbi 1200 shkolla, por mbi të gjitha, ne ja dolëm që 91% e të gjithë nxënësve dhe nxënësve që mbarojnë klasën e 9 të hynë në shkollat e mesme. Sot në Shqipëri, 70% e atyre që mbarojnë shkollat e mesme ulen në bangat e universiteteve dhe kjo është një nga përqindjet më të larta në botë. Kryeministri quajti fyese akuzat e opozitës për shndërrimin e universiteteve në pellgje të papunësisë, duke thënë se diplomimi të rinjve shqiptar i ka dhënë një tjetër frymarrje tregut të punës dhe ripërtërritjes së ekonomisë. Atyre që kanë frikë nga rritja e përqindjes diplomore në vend, u them se ora e tyre ka mbetur. Në kohën kur i gjithë vendi kishte student dhe pedagog, nofta më pak se çka sot Universiteti i Korçës. Në Shqipëri dhe në asnjë vend tjetër të botës, universitetet nuk shpërndajnë diplomë, nuk shpërndajnë libreza punësimi. Por studimet në Shqipëri dhe në mbar botën kanë faktuar se të diplomuarit i kanë më të mëdha, i kanë 50% më të mëdha shanset e punësimit se sa të pa diplomuarit. Vizita e kryeministrit Berisha në Korçë përkoi me 40 vjetorin e hapjes së Universitetit Fanoli, një nga institucionet më të rëndësishme të arsimit të lartë në vend, për të cilin qeveria shqiptare ka akorduar një sër fondesh që lidhen me përmirësimin e infrastrukturës universitare dhe kushteve të akomodimit të studentëve.